Qëndrimet e tyre unë i di. Nuk ka nevojë fare të mi përsërisin edhe tash në vend, se isha 2 orë në takim me ta. Pra, qëndrimet e tyre janë shumë të njohura për mua, por ajo çfarë mund të them është që pavarësisht afrimit ton, nuk ka afrim nga ana e tyre, përkundrazi me këtë keq lexim ka largim. Unë vi prap nesër në seancë, si më ka thirrë kryesuesi Avnidehari. Unë qëndrimin nuk e barazoj me emrin. Qëndrimi është ai që Albulena Haxhiu, nëse nuk i merr 61 vota së paku, me votim të fshehtë tërhiqet nga kandidatura. Ky qëndrim s'ka qenë më herë. Këtë qëndrim për herë të parë kemi dëgjuar dje. A ka ndukush për juve që ka dëgjuar më herë këtë qëndrim? Ky është qëndrim i ri. Po emri nuk ka ndryshuar, sepse emrin e propozon subjekti fituesi i zgjedhjeve. Pra qëndrimi është i ri, sepse po sfitoj Albulena, ne do të detyrohemi që më pastaj të sjellim emër të ri. Po deri tani nuk ka pasur emër të dytë. Tash, nëse Albulena nuk i merr 61 vota, do të ketë emër të dytë. Po duhet ta provojmë këtë gjë. Së pari, ajo çfarë nuk po kalon për shkak të bojkotit opozitar, që po e pamundson korumi përkatësisht konstituimin e kuvendit, nuk është Albulena Haxhiu, por komisioni për votimin e fshehtë. Opozita është shumë më tepër kundër votimit fshehtë se kundër Albulena Haxhiu. Nga të gjitha këto seanca, vetëm 1/6 e tyre kanë qenë për emrin Albulena Haxhiu. Vetëm 1/6. 5/6 e seancave janë për komisionin për votim fshehtë. Pra, partitë opozitare nuk e kanë problem Albulena Haxhiun sa kanë votimin e fshehtë. Shtrohet pyetja pse e kanë kaq shumë problem me votimin e fshehtë. Nëse janë aq sigurta në vetvete, pse nuk e lejojnë votimin e fshehtë? Le ta bëjnë votimin e fshehtë. Qytetarët kanë votuar fshehtë apo jo? Le të votojnë edhe deputetët fshehtë si qytetarë. Pa presione. Unë nuk e di Albulena Haxhiu ai ka 61 vota me votim të fshehtë. Por bju thonë drejtën, ky kundërshtimi i madh opozitar ndaj votimit të fshehtë, po më shtin pak më shumë e besu që mbas edhe i ka 61 vota. Nuk jemi të kurfar strategjie tjetër, por të një mënyrë që e parasheh dhe kushtetuta. Votimin e fshehtë. Ju e pa që në Gjermani, kryeministri, kancelari atje Friedrich Merz, partia e cilit nuk i ka marrë si vetëvendosja 42.3%, por 28.3%, u votua me votë të fshehtë. Vota e fshehtë është po ashtu institucion demokratik. Është mënyrë e paraparë në rregullimin juridik e kushtetues të Kosovës. Le ta provojmë votimin e fshehtë. Nëse Albulena si merr 61, na pesjellim një emër tjetër. Së pari, ne e provuam votimin e hapur. Dhe kryesuesi i seancës, Avnidehari tha, meqense s'po ecë me votim të hapur, ta provojmë votimin e mbyllur, se ne as në zgjedhje nuk mund të shkojmë pa e konstituu kuvendin e pa e shpërndarë atë më pastaj. Pra u provua votimi i hapur. Tash le ta provojmë votimin e fshehtë. Po këtu nuk po lejohet një gjë e tillë për shkak të pamundësimit të kforumit. Për mua do të ishte në rregull nëse opozita e hedh poshtë komisionin për votim të fshehtë me votë. Mirë po mos votimi i tyre është shkelje e kushtetutës. Unë asnjëherë nuk kam ardhur e asnjëherë s'kam munguar e që s'kam votuar dhe që s'kam votuar për. Kjo ka qenë detyra ime si deputet. Dhe unë nuk ju jam përgjigjur juve në këto ambiente, sepse aty jam një nga 48 deputetët e subjektit fitues. A sot jam një koqer i këtij takimi me partitë opozitare. Albulena Haxhiu nuk mund të votohet tash pa u sqaruar çështja e këtij komisioni. Ne e kemi dhënë përfaqësuesin ton, i cili është Hekuran Murati. I thash partive opozitare, çoni edhe ju përfaqësuesit e ju. Dhe më pastaj janë dy mundësi. Ose testojeni Albulenën ai ka 61 ose jo, e nëse si ka, ne sjellim emër të tjetër, ose po merremi vesh për një marrëveshje paket politike për kryetaren dhe nënkryetaret, erxojmë komisionin për votim të fshehtë dhe shkojmë te votimi i hapur. Po asnjërin prej këtyre, këto janë qëndrime të reja të mia, tu s'kemi dëgjuar më herë. Urdhon. Nesër unë vinë seancën u heq Avnidehari. Shikoni, ne këtë mund ta kryejmë nesër,
A kuptoni, nëse s'ka lënë me votat në sheftën, na sjellim emër tjetër. Po komisioni, ta shumë nuk e di çka do të bëj kryesuesi javën e dehore. Mirë, po ne marrëveshje këtu nuk kemi. Dhe duhet ta kuptoni që vetë vendosi është subjekti fitues. Dhe tjetër kush nuk mundet me propozu emrat tonë për neve. Ne jemi më të mëdhaj se PDK-ja dhe LDK-ja marrë së bashku. Veç edhe në Shqipëri ka një shembull gjashtë. Askund tjetër në Evropë. A ka një shembull tjetër në Evropë? Veç në Kosovë dhe në Shqipëri subjekti i parë është më i madh se i dytë i tretë marrë së bashku. Mos e harroni në shkurtën, se shikoni, nëse më kritikoni në vitin e 4 qeverisë së tretin, mund të shohim se çka kemi bërë ndërkohë. Mirë, po zgjedhjet na i patën tash. Shtrohet pyetja nëse pas me qeverisë kaq keq që po thot opozita, pse e dyta edhe e treta së bashku nuk bojnë sa e para? Pse? Pse kryetari i PDK-s dhe kryetari i LDK-s udhëheqin parti që marrë së bashku nuk bojnë sa e para? Është zgjidhja e popullit, ç'to është puna. Unë s'muj mja u dhonë tavolinë që asjo ka dhonë popullin kuti. Ta provojmë votimin e fshetë. Ta provojmë. Që është fënton dëshira, është mundësi kushtetuese. Votimi i hapur ose i fshetë. Pse të mos e provojmë votimin e fshetë? Ta provojmë votimin e fshetë, dhe nëse si ka vota në votimin e fshetë, pëmbrojmë emrin. Ta provojmë votimin e fshetë. Ja. Që, në seancën tjetër, me një herë sjellim emrin e ri, nëse herën e parë. Jo pa u provu Albulin Haxhi. Jo pa u provu. Po, shikoni, unë kam ftu takime në prill. Nuk veshin. Në maj do veshin, do s'veshin. Sot derdhen gati krejt. Mirë është kjo punë. Mirë, po unë po them edhe një herë, keq leximi që i kanë bërë atë gjykimit, gjykatës kushtetuese është problemi i madh. Kjo do të na largoj. E duhet ta pyetni gjykatën kushtetuese. Ta pyetni gjykatën kushtetuese, kështu siç jeni këtu. Jo, siç jeni këtu, po interesimin e shfaqt ju. Siç jeni këtu, shkoni te gjykata kushtetuese, ju lutem, edhe pyesni gjykatën kushtetuese çka bëhet mas 30. Po pse s'po e pyesni ju nëse keni këtë interesim? Ama unë po ju them, shikoni, po ju them që kjo pyetje është legjitime, veç që adresa nuk është legjitime. Nuk pyetet kryeministri për këtë gjë, se nuk e din kryeministri. Atë gjykimin e bën ata. Ata që kanë bërë atë gjykimin, do të duhet t'u sqarojnë juve, si gazetare nderuar, çka ndodh me Kosovën me 26 ose 27 korrik. Edhe unë e marr vesh përmes juve pastaj. Ta që kanë njësë me johën në takema, kemi këtu sërish në këto në 28 orë, sërish liderët të në mujtë në gjithë në tine, me që se kanë njësë me johën është një halë pozitiv. Mund t'i ftoj, por ta keni parasysh që takimi e mbledhjet nuk janë më lajm. Ajo që është problemi kryesor aktualisht është keq leximi i aktë gjykimit gjykatës kushtetuese që është shndruar në keq interpretim publik nga ana e Partive Kombëtare. Faleminderit shumë, e mirupafshim.